Një arsenal armësh dhe drogë janë zbuluar nga policia e Tiranës në operacionin e koduar Kombinimi, i finalizuar në Kamës dhe Kurbin. Në pranga kanë rënë 2 persona, emra të njohur dhe të dënuar më herët në fushën e narkotikëve, ndërsa në banesat e tyre u gjetën armë të ndryshme, lëndë plasëse dhe municione luftarake. Në prangat e policisë kanë rënë Agron Tafaj nga fshati Gjorm të Laçit dhe Tajson Tafa nga Tirana. 2 të arrestuarit u kapën në Basore, teksa qarkullonin me 2 automjete të ndryshme. Në momentin e arrestimit, efektivet i gjetën 4 kg kanabis, i gatshëm për të shitur në doza në zonën e Kamzës dhe Basorës. Ndërkohë gjatë kontrollit në shtëpinë Agron Tafajt në Gjorm, blut zbuluan një ambient të përshtatur me llampa për kultivim kanabisi, ku u gjetën 48 bimë dhe 120 fidan narkotik, si dhe 7 kg kanabis të tharë. Gjithashtu në banesën e 53 vjeçarit, policia sekuestroi 4 kallep të rretoli, 2 granata e të tjerë. Ndërsa në banesën e 27 vjeçarit në Tiranë u gjet 1 kg kanabis. Efektivet po punojnë për të zbuluar emrat e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.